Në periferi të qytetit e Elbasanit mes gjelbërimit dhe qetësisë, Egli Santo ka ngritur një fermë të veçantë kuajsh në vend ku dashuria për kafshët dhe natyrën bashkohen. Ai kujdeset vetë për çdo detaj, nga ushqimi deri te stërvitja dhe për kujdesja e përditshme për kuajt. Për Eglin, i cili disa vite zgjodhi emigrimin, kuptoi se pasioni për kuaj do ta rikthente në Elbasan për t'i dhënë jetë idesë së tij. Nisi që në fëmijën time, kur kam hyrë në kalë për parë kam qenë 7 vjeç, edhe nuk e di. Edhe që pas e të kohë, ushtroje kam pasion, domethënë, ti stërvisë dhe ti mirëmbaj. Plus dhe të kanë dalë në përgara. Edhe atë koha ka qenë që ka pas shumë kuaj, edhe ka qenë rastësi se kulloshin kështu dhe shikoshin për këta lagje. Ashtu, në momentin kam 19 kuaj. Këtë vit nuk kemi bërë shtim për mazë, por i kemi trajtuar gjithë për të nxjerrë në guida, që të vinë njerëzit dhe të bëjnë guida. Vështirë sepse këta duan shumë mirëmbajtje. Duan ta kenë njeriu ke koka gjithë ditën. Duan ushqyer 3 herë në ditë, duan pastruar, duan tallash poshtë, duan ujin e pastër, duan kasharit i themin e tikrefi, pastruar, duan math, ti vim ato patkojt, pastrojnë. Domethënë unë se kam pas plan kur me hap për të, po nga që vishin njerëz, vishin shokë e miq, të bëshim xhiro edhe kështu në shtyn për ta hap. Fermën e ka ndërtuar me shumë pasion dhe mund, edhe sot ajo është kthyer në një hapësirë që tërheq vizitor, dashamirës të natyrës dhe adhurues të kuajve. Për guida, edhe me sa shoh, domethënë njerëzit vinë, janë të interesuar, të bëjnë xhiro. Shumica vinë nga Tirana, vinë nga Elbasani, plus që tash kohë e fundit kanë filluar të vinë dhe tuaj. Kanë qenë, sot kemi një guidë me ja 2 tuaj, ato janë irlandez, me sa di. Guidën e bëjmë, ngjitemi këtu, te kjo kodra, shkojmë atje, ngjitemi te kjo majet kodrës, shkojmë në një liçen Kryezjari, atje bëjmë një ndalesë 5 minuta dhe bëjmë kthim nga krahu tjetër i kodrës. Kjo guida është 5 kilometra, zgjat 1 orë. Po, jemi akoma në hapat e para, të shohim. Unë kam më shumë si pasion. Një shembull se si dashuria për ato që bën mund kthehet në një histori suksesi dhe frymëzim për të tjerët.